Ngjarja e rëndë që ka tronditur kryeqytetin këtë mesditë ka ndodhur në një nga poligonet e njohura të Tiranës, në rrugën Dervish Hima. Sipas burimeve zyrtare nga policia e shtetit, një 35 vjeçar, i identifikuar si Bledar Hasani, ka humbur jetën tragjikisht pasi dyshohet se i ka dhënë fund jetës me armën që po përdorte për ushtrime qitjeje. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30, duke shkaktuar panik dhe tronditje te personat e tjerë që ndodheshin në ambientet e poligonit në atë moment. Sapo është njoftuar për rastin, policia ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje, ku ka izoluar zonën dhe ka nisur veprimet e para hetimore. Një grup i specializuar ekspertësh nga Drejtoria e Policisë së Tiranës po punon për të përcaktuar me saktësi dinamikën e ngjarjes dhe për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një akt vetvrasjeje apo nëse ka rrethana të tjera që mund të kenë ndikuar në këtë akt ekstrem. Ndërkohë, trupi i pajetit 35 vjeçarit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime të mëtejshme. Sipas dëshmive paraprake nga persona që ndodheshin në poligon në momentin e ngjarjes, Bledar Hasani ishte paraqitur në ambientet e qitjes si çdo klient i zakonshëm për të kryer ushtrime me armë zjarri. Por, pak minuta më pas, një shtënë e fortë ka alarmuar të gjithë të pranishmit. Punonjësit e poligonit kanë tentuar të japin ndihmën e parë, por fatkeqësisht 35 vjeçari kishte ndruar jetë në vend. Aktualisht, autoritetet po marrin në pyetje personat që ndodheshin në poligon për të ndriçuar më shumë mbi gjendjen psikologjike të viktimës dhe motivet që mund ta kenë çuar drejt këtij akti fatal. Ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga familjarët e tij, ndërsa policia ka kërkuar që të respektohet privatësia e tyre në këto momente të vështira. Kjo ngjarje ka tronditur opinionin publik, pasi ndodhi në një zonë të qetë dhe të mbipopulluar të kryeqytetit, duke rikthyer vëmendjen te çështja e shëndetit mendor dhe sigurisë në ambientet e qitjes. Policia ka bërë me dije se hetimet do të vijojnë deri në zbardhjen e plotë të rrethanave dhe çdo detaji që mund të ndihmojë në kuptimin e motivit që e çoi Bledar Hasanin drejt këtij fundi tragjik.